Sistemi shëndetësor duhet jetë më pranë pacientëve. Ky është apeli i ish-drejtorit të Spitalit të Rajonal të Vlorës, mjeku të njohur, kardiolog Luter Nuraj. Nuraj thekson se kultura mjekësore në Shqipëri nuk është në ato nivele që në fakt duhet jetë. Si problematika, Nuraj veçon konsultat e përbashkëta për të sëmurët të rënd, por edhe shtrimet në spital që janë të kufizuara. Madje sipas tij, mjekët janë të painformuar për mjekimet dhe efektet anësore të medikamenteve. Vetë kultura mjekësore tek ne nuk është në atë nivel që vetë pacienti të kërkoj ato të shtreto probleme që janë. Për më kush është sot problem që nuk ka qenë kom para. Konsultat e përbashkëta për smurët rënd, po thuaj, nuk dëgjoj të ketë në njërë. Shtrimet spital, po thuaj, janë shumë të kufizuara. Bëjnë nga një injekcion natën për intensione adhime që kanë, edhe e ki thonë vizitohen dhe i poshtë në kardiologu. Se nga do vej, për ndja shjeti. Shkojnë majnë reseta. Resetat mjekët janë pa informuar, a i sa konstatoj unë, pa informuar për mjekimin, mënyrën e marrjes medikamente, çfarë janë këto medikamente, çfarë efekte anësore kanë. Pra janë në përgjithësi pa informuar. Duhet që mjekët të lodhen pak, e tu shpjegojnë. Për arsye sepse mjekimi i zemrës është organ me lëvizje, me travat shpejta, me presione, nuk është si organet e tjera, si hepare, si veshkas, dhe kanë mjekime specifike dhe kanë doza të ndryshueshme gjatë ditëve, qoftë dhe brenda ditës, nëse marrim një tension të lartë, hipertensioni, dhe e jep se ka ardhur këtu me tension shumë të lartë, dhe e jep me një dozë 3x1, 4 a 2x1, ai mbetet me atë pa i shpjeguar që nëse ke ndryshime do ndryshosh dozën. Apo vjen me një puls të lartë, të rrava të larta, çrregullime të ritmit, me 120 a 150, do japësh dozat. Pastaj nuk i thuat që shikoni, nëse do të shkojë në 60 apo 80 deri në 60 deri në 80 janë normal. Nuk dhe i përdorin, dhe këtu kanë ardhur me 40, 47. Mjeku i njohur kardiologu Luter Nuraj u bën thirrje mjekëve që të sqarojnë qytetarët për problemet shëndetësore që kanë, pasi me veprimet e tyre mund t'i dëmtojnë ata edhe më shumë. Unë me këtë rast i bëj thirrje të gjithë pacientëve që vizitohen, duhet sqarojnë për mjekimet që kanë. Duhet sqarojnë për sëmundjet që kanë, sepse nëse ne duam t'i bëjmë mirë, ne e dëmtojmë. Më ka ardhur një brëm këtu, 75 vjeçe, mund të kishte një qes kaq me ilaçe. Merr aty, merr këtu. Mjeku kur ta shikoj do shoh dhe ato ilaçet e para, sa do t'i heq, sa do t'i lëri, sa do t'i reduktoj. Mjeku Nuraj ka rezerva edhe për sistemin e referimit, që sipas tij nuk funksionon siç duhet.